me preket në pjesën emocionit edhe asaj ndjeshmërisë të thellë shpirtërore. Fakti është që jeta ime dhe vëllai tim binjak të ndjerit kushtrimit nuk ka qenë lehtë. Për shumë arsye dhe arsyet parë kanë qenë arsyet politike. Jati im po futem pak në mënyrë kronologjike, që jati im Imeri Merthashi është me origjinë nga Puka, nga Shqipëria, dhe në kohën e mbretërisë të mbretit Zog ka qenë i shkolluar ushtarak, i ka shërbyer dheut, dhe me okupimin e parë, me okupimin që e boni fashizmin e 39-ën në Durrës, ishte nga të parët me Abbas Kupin, me Moj Qinaku, me ato që edhe kemi lexuar nëpër libra, por jati im nuk figuron në libra, se pastaj doli reaksionar, sistemin komunist, ka qenë nga të parët që ka kthy pushkën kundër fashizmit në Shqipëri. Ka drejtuar dhe luftën e dytë botërore, ka qenë drejtuesi i luftës dytë botërore, për Pukën, qytetin e Pukës, dhe mbas luftës pastaj nuk u pajtu me sistemin komunist, me regjimin komunist, që ky ishte krejt diçka tjetër, ky ishte një legalist, një ushtarak i shkolluar, që kishte shërbyer dheut vetë, jo idealizmit dhe komunizmit, socializmit që u filloi për të instaluar në Shqipëri, dhe u burgos nga regjimi komunist, u dënu me 7 vjet, pastaj u bë amnistia parë dhe ishte problemi se si të vazhdohet në jetë, dhe morën qendrim për të arratisë si shumë luftar, bashkëvendimtarët e tyre, dhe arratisja ka ndodhur në fund të 49-s, fillimisht ka rënë Gjakov. Me synimin që të marrin pastaj rrugtimin për perëndim Evropë ose në Amerikë, si shumë tjerë që kanë qenë, si nacionalistë. Në Gjakov pastaj janë instaluar aty dhe nëna ime është martuar me, martesa që është bërë me nënën time, me një martësore nga Vuthe, nga Plavgusia, në vitin 51, dhe në atë periudhë është kriju Komiteti Shqipëria e Lirë me qendrën në Rom. Tashi komiteti nuk e di opinionin se sa mund ta di një opinion që është idealist edhe din. Komiteti Shqipëria e Lirë në qendrën në Rom kanë kriju nacionalist shqiptar, shumë adetar, duke filluar nga Mithat Frashi, Abbas Kupi, Xhafer Deva, Recep Krasniqi, figurat eminente që kanë qenë, që kanë lanë vend e vetë, kanë qenë detruar, që kanë vepruar nëpër Komiteti Shqipëria e Lirë kanë formu anglo-amerikanët dhe qendrën kanë pas në Rom. Ku do dalë? Do dalë këtu, që me atë që nuk e lanë babën tim këto shokët e vet, idealistat për të marrë rrugtimin e Evropës dhe të botës, dhe e ngarkuan me detyrën e drejtuesit të Komitetit Shqipëria e Lirë për Krejt Jugosllavi. Dhe ka qenë drejtues i Komitetit Shqipëria e Lirë për Krejt Jugosllavi. Komiteti Shqipëria e Lirë ka pas një platformë që sot aktualisht që jemi në vitin 2025, po e jetojmë atë platformë të atyre borave, atyre patriotëve të asaj kohe. Ka qenë e para, ka qenë lirimi i Shqipërisë nga doktrina komuniste. 2. Bashkimi i Kosovës me Shqipëri, trojet. 3. Lidhja me ekonominë dhe me ushtrinë perëndimore. Tashi do dalim këtu. Shqipëria u bon vite që iku komunizmi theu qapën, ta them kështu popullorëshe, Kosova me Shqipërinë de facto jënë të bashkuara. De jure është këtë diçka tjetër. Kosova është shtetën vete, shteti shqiptar është shtetën vete, po kombi është i bashkuar. 3. Ekonomia e tregut, kapitalizmi, është si në Shqipëri si në Kosovë. Dhe më thonë ekonomia evropiane, e tregut lirë. E 4. Lidhja me ushtrinë perëndimore, është NATO. Shqipëria është në NATO, ne në Kosovë kemi NATO. Dhe më thonë, janë ata burra që qëtë viteve të 50, dhe më thonë, kanë mendu, kanë pas një vizion ma të qartë, edhe kanë gjujt ma lërkë që sa ne sot që mendojmë se çdo gjë, historia fillon nga brezi jonë, ose nga brezi më i ri që në rahi se kjo punë. Dhe më thonë, janë sa figura shumë eminente, dhe më thonë, që kanë sakrifikuar dhe kanë lanë edhe jetën, edhe çdo gjë, dhe më thonë, për këtë ditë sotit. Dhe kjo është ajo e babes tim, dhe faktikisht pastaj kanë fillu persekutimet. Pikrisht do dalë këtu të pyetja juaj, dhe është burgosia tim me argjën tim, dhe më thonë, në atë periudhë ne kemi jetuar në Prishtinë dhe një kohë pastaj në Podujev,
që ne kanë trajtu si emigrantët të Shqipërisë dhe janë burgos dhe i kanë dërgu në burgun e Nishit. Kanë qenë të denuar nga 2 vjet e gjysmë. Pas lirimit e burgut e Nishit, në 57-ën, ato të grupit të tyre me fjalë, i qojnë fjalë babes që duhet të le Kosovën, puna servimit të UDB-s edhe njerëzve që kishte ta këtu spiona, dhe më thonë që punojshin për sistemin Jugoslave dhe për UDB-n. Me që jati im ishte dhëndër në Plave Gusi në Vuthaj, aty gjeti pretekstit për të shkuar në Gusi. Për të largu, dhe më thonë, prej pjesës e opinionit edhe survimit UDB-s këtu në Kosovë. Dhe janë vendos në Gusi. Faktikisht unë kom linë në Gusi, në atë periudhë. Po ajo gërgota e UDB-s edhe pjesë e persekutimit, do më thonë, nuk ndaloj aty, vetëm e burgosin e babait tim, po erdi dete edhe shkatrimi fizik, do më thonë. Dete vrasja e arrestim, do më thonë që në një moment të caktuar u rrethu shtëpia, nuk u dorëzu dhe kërciti pushka dhe me fjalë në ballafaqim dhe axha im me forcat sërbe, jugoslave, me të Ibram. Në atë moment marrin tjatin tim, dhe më thonë, në burg, e burgosin, dhe pas 7, në fakt, pas sa dite mund tjetë rreth 10 dhe në 2 javë, e zhdukin. E zhdukin, dhe më thonë, dhe unë sot e kësaj dite nuk ja di asesht atë babes tim, dhe më thonë, orë të varë humbur nga sistemi Jugoslav, nga UDB. Po që ndodhë? Në marrin familjarisht, nanën tim e badin, vllajnë, kushtimin mu, gruan e Argjës me vajzë që kishte vajzë 1 vjeç dhe ishte shazan, dhe na çojnë në burgun e Nishit, në Nikshishit në Maltezi. Dhe ky që e shihni përballë sot një burr plak në mosh, ka qëndruar 4 vjet e gjysmë në burg. Domethënë trupi im, zhvillimi im që 2 vjeç ka filluar mu kali, domethënë rritja në burgjet e UDB-s edhe sistemit Jugoslav. Ne kemi qëndru 4 vjet e gjysmë në burgun e Nikshishit, në Maltezi. Dhe po jo tregoj edhe një diçka tjetër, domethënë shumë prekse, domethënë edhe për opinionit ta di, domethënë se sfidimi i kombit tonë nuk ka qenë i lehtë, domethënë për të arritur ku jemi sot këtu. Gruaja Argjës ka qenë shtatzan. Dhe pas 3 javësh lind vajzën në burg. Dhe nana ime, pas ndjes, i vea emrin Burge, me simbolikën e burgut. Dhe ajo sot jeton në Nikël të Krujës në Shqipëri, është gjyshe, dhe më thonë, dhe e mban emrin e asaj sakrificit të ati burgut, ati persekutimit, dhe më thonë, të asaj kohë. Pas daljes burgut, familjen Argjës time kthejnë në Shqipëri, se ato ishin shtetës të Shqipërisë. Nana ime me që i kishte lindër në Vuthaj në Plave Gusi, ishte shtetës Jugoslave, me konventa ndërkombëtare nuk ishin drejt për të na deportuar neve në Shqipëri, dhe ne qëndruam, domethënë deri në vitin 71 qëndruam në Gusi. Tash çfarë ndodh tjetra? Ajo femëria jon. Ne kur jemi kthyer nga burgu, në atë shtëpi që edhe ajo nuk ishte jona, nuk kemi gjetë asgjë në atë shtëpi. Çdo gjë na kishin marrë, me atë fukarllëk që ne kishim. Dhe ajo nanë, se nana shqiptare janë ikone, janë domethënë pjesë e ngritjes e familjes edhe të kombit dhe të sakrificës.